Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, kuota gjinore është e përcaktuar të jetë së paku 30% për secilën gjini për përfshirje në listat zgjedhore. Subjektet politike kanë respektuar këtë përqindje të përcaktuar sipas kushtetutës, por numri i grave vazhdon të mbetet i ulët krahasuar me atë të burrave. Lëvizja vetëvendosje ka përfshirë më së shumti gra në listën e saj, 40 nga gjithsej 110 kandidat për deputet. Më së paku gra në listën e saj ka përfshirë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vetëm 35, kurse Partia Demokratike e Kosovës një më shumë se AAK. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate ka nga 37 gra në listat e tyre. Nisma është e vetmja parti e cila në 10-shën e parë ka vendosur 4 gra. Gjevahire Izmaku, e cila mban numrin 2 në listën e Nismës, vlerëson se partitë kanë filluar të kuptojnë rëndësinë e përfaqësimit të grave. Unë konsideroj që është një nivel shumë më i ngritur, pra gjitha subjektet politike kanë arrit me pa që përveç numrit nevojitet që të ketë edhe një përfaqësim kualitativ. Pra unë shoh gra shumë të zonja në të gjitha listat dhe besoj që partitë politike kanë filluar me ndjeje peshën e rëndësisë që të kenë në listë jo vetëm dekor, sa i përket kuotave gjinore, mirë po të kenë kualitet në përfaqësimin e tyre si gra. Aktivistja për të drejtat e grave Besa Luzha vlerëson se partitë nuk po e kanë guximin që përfaqësimi të jetë 50-50. Luzha shton se edhe vetë gratë po mjaftohen me këtë minimum të përfaqësimit. Vetë gratë në partitë politike duhet me i kushzu, si me thonë, bashkëpartiakët e tyre që ose duhet me qenë lista 50, ose për shembull nuk marrin pjesë fare. Mirë po edhe vetë gratë brenda partive politike në një farë mënyrë po mjaftohen me këto minimumet me 30, me 40%. Gjykata kushtetuese në fund të vitit të kaluar pati vendosur që kuota gjinore prej së paku 30% në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme është në përputhje me kushtetutën. Ky vendim erdhi pas shqyrtimit të kërkesës së avokatit të popullit, i cili kishte ngritur pretendime për cënim të barazisë gjinore dhe të drejtave zgjedhore.